Një banor që po kalonte pranë shtëpisë fqinjit në mesnat, ndalon për një moment kur sheh një pocong në verandën e shtëpisë. Ai ndjen një dridhje të papritur, por gjithashtu ndjen kuriozitet për të kuptuar pse figura qëndron aty dhe çfarë do të bëjë më pas. Ai afrohet pak dhe e vëzhgon me kujdes çdo detaj, duke u përpjekur të mos humbas asgjë. Pocongu qëndroni pa lëvizshëm përballë derës së shtëpisë, ndërsa brenda banorët e shtëpisë po shikojnë televizion. Banori që regjistron nga larg nuk mund të ndërhyjë. Ai qëndron në heshtje dhe shikon çdo lëvizje të mundshme. Një ndjesi e përzier e frikës dhe kuriozitetit e mbush ambientin, ndërsa çdo detaj i veshjes së pocongut, hapat e tij të ngadalt dhe mënyra se si ai qëndron pranë derës krijojnë një pamje të frikshme. Kamera regjistron gjithçka me qartësi, duke kapur çdo nuancë të veprimit të tij të heshtur dhe mister. Ndërsa minutat kalojnë, tensioni rritet dhe banori shikon me kujdes se çfarë do të bëjë figura më pas, duke ndjerë një kombinim frike, dridhjelje dhe kurioziteti që e mban në pritje të pafund. Një grua për argëtim, po regjistronte momentin e gëzimit gjatë festës së vitit të ri me familje në oborin e shtëpisë. Papritur, diçka e çuditshme u kap në videon e saj. Shiko me shumë kujdes videon e mëposhtme dhe dëgjo me vëmendje. Një ngjarje e çuditshme u kap rastësisht kur një grua bëri një fotografi për kënaqësi, ndërsa disa nëna po zhvillonin një akt fetar. Në imazh duket një figurë femërore jashtëzakonisht e çuditshme dhe friksuese. Fytyra e saj duket e bardhë dhe e zbetë dhe qëndron e ulur dhe e palëvizshme, pa asnjë shprehje, pas grave që ishin mbledhur aty. Pamja e saj e tmerrshme dhe e papritur krijon një ndjesi frike dhe habije tek shikuesi, duke e bërë momentin e fotografisë të duket si një përvojë mbinatyrale. Nuk ka asnjë shenjë se dikush e ka vendosur atë aty qëllimisht. Brianey, një vajzë e re që ndan rregullisht video të lidhura me pasionin e saj për zhytjen e lirë në plazhet e Floridës, pati një përvojë jashtëzakonisht shqetësuese një pasdite në ujë. Ajo ishte zhytur thellë, duke shijuar heshtjen dhe qetësinë e oqeanit, kur papritmas dëgjoi britma të shqetësuara që dukeshin të vinin nga çdo drejtim rreth saj. Tingujt ishin të pazakontë, të ngjashëm me ulërima njerëzore, por të shtrembëruara dhe të çuditshme, sikur të rrithnin nëpër vetë ujin. E habitur dhe disi e friksuar, Brianey i vendosi të ngrihej në sipërfaqe për të marrë frymë dhe të kuptonte më mirë se nga po vinin ato zëra të çuditshëm. Megjithatë, menjëherë pas këtij pushimi të shkurtër, ajo u kthye poshtë për të kërkuar burimin e atyre tingujve, me shpresën se ndonjë shpjegim racional do ta qetësonte. Pavarësisht përpjekjeve të saj dhe lëvizjeve të kujdesshme për të eksploruar zonën, zërat nuk u shfaqën më dhe nuk kishte asnjë gjurmë se çfarë i kishte shkaktuar ato më parë. Vëzhgimi i saj mbeti i pasgjidhur dhe përjetimi i ujit, që zakonisht ishte një vend qetësie, u shndrua në diçka të pasigurt dhe misterioze. Publiku që shikon videot e saj shpesh ka spekuluar, duke pyetur nëse këto tinguj mund të jenë krijesa të panjohura nënujore, efekt akustik i valve ose diçka më tej paranormale. Ajo që është e qartë është se për Brianey, ajo përvojë në ujë ndryshoi perceptimin e saj mbi oqeanin, duke e lënë me një ndjenjë frike dhe kurioziteti që nuk do të harrojë lehtë. Çfarë mendon ti se mund të ketë qenë?
Një burr që punonte në fushë gjatë natës, hyn në panik kur sheh një figurë të bardhë përpara tij. Ai vëzhgon me kujdes çdo detaj të çuditshëm. Trupi i tij dridhet dhe ai fillon të tërhiqet hap pas hapi. Figura, e cila duket si një poçong, qëndron e palëvizshme përballë burrit, duke krijuar një ndjesi tmerri të papërshkrueshme. Ai është i bindur se nuk ka të bëjë me një person të vërtet dhe paniku i tij rritet. Çdo lëvizje e figurës dhe heshtja e saj misterioze e bëjnë burrin të dridhet dhe të vazhdojë të tërhiqet, duke ndjerë një frikë të thellë, ndërsa përpiqet të ruajë qetësinë, ndërsa përballet me këtë pamje të pazakontë dhe të frikshme. Një kanal i njohur në YouTube për përmbajtje paranormale dhe horror, i quajtur Spooky Lux, ndau një video në internet që duket se tregon një kukull duke u sjellë në mënyrë të çuditshme dhe shqetësuese. Në video, krijuesi shihet duke e vendosur kukullën në kënde të ndryshme, ndërsa kamera vazhdon ta regjistrojë pa ndërprerje, me shpresën se do të kapë diçka të pazakontë. Rreth minutës së 4, ai e lë kukullën në vend dhe del nga kuadri. Por ajo që nuk e dinte në atë moment, ishte se kukulla kishte bërë tashmë diçka vërtet të frikshme. Edhe pse duket se asgjë nuk ndodh në mënyrë të drejtë për drejtë, pamjet tregojnë se bluza e kukullës fillon të lëviz vetvetiu, pa asnjë ndërhyrje të dukshme. Lëvizja është e ngadalt, por mjaftueshëm e qartë për të shkaktuar shqetësim, duke e bërë këtë moment të vështirë për t'u shpjeguar me arsye logjike. Një qendër trampolinash u shndërrua në skenë të fenomeneve poltergeist, kur kamerat e sigurisë dokumentuan objekte të paanimuara që vendosën të sfidonin ligjet e fizikës. Ajo që duhej të ishte një natë e qetë pastrimi, u shndërrua në një demonstrim të forcave të padukshme që veprojnë në botën tonë materiale. Së pari, një karrocë pastrimi filloi të lëvizte vetvetiu përmes ambienteve, sikur duar fantazmike ta shtynin me një qëllim të caktuar. Punojësit vëzhguan me neveri ndërsa objekti i rënd lëvizte me rrjedhshmëri, duke ndjekur një trajektore që dukej e planifikuar me inteligjencë, duke shmangur pengesat që asnjë objekt i paanimuar nuk do të mund të perceptonte. Gjatë një nate pune, një punonjës i ri përjetoi diçka që do t'i ndryshonte përgjithmonë këndvështrimin mbi paranormalen. Ndërsa po pushonte në zonën e tij të punës, ai filloi të ndjente një prani shqetësuese, sikur diçka po e vëzhgonte nga errësira. Në fillim, u përpoq ta injoronte ndjesinë, duke menduar se ishte lodhje ose imagjinat. Megjithatë, ajri rreth tij u bë më i rënd dhe heshtja më e thellë. Papritur, ai dalloi një siluet të pazakontë që po formohej ngadalë përpara tij. Ishte si një kokë që notonte në ajër, pa trup, me tipare spektrale që dukeshin sikur dilnin nga vetë errësira. Sytë e asaj shfaqjeje dukeshin të fiksuar mbi të, duke e vëzhguar me një intensitet të frikshëm. Fytyra e entitetit ishte krejtësisht e zezë, sikur të ishte gëlltitur nga hijet e një bote tjetër. Tiparet e shtrembruara dhe forma jo natyrore përcillnin një ndjenjë ligjësie që i ngrinte gjakun në vena. Zemra e të riut rrithte fort ndërsa frika i pushtonte trupin. Duke mbledhur gjithë guximin që kishte, ai u drejtua drejt ndërprerësit të dritës, duke shpresuar se ndriçimi do ta zbulonte të vërtetën. Duart i dridheshin ndërsa përshpëriste lutje, duke u përpjekur të mbrohej nga ajo prani e errët që dukej se ushqehej me frikën e tij. Një llogari në TikTok publikoi videon e asaj që mund të konsiderohet se ishte seanca më e frikshme dhe më e rrezikshme spiritiste që është parë ndonjëherë. Ngjarja ndodhi në Brazil, ku një grup njerëzish të përkushtuar ndaj paranormales përpiqeshin të ndihmonin një grua e cila po torturohej nga një shfaqje fantazmike. Ata kishin përvojë dhe ishin ekspert në trajtimin e fenomeneve të pazakonta, por as ata nuk mund të parashikonin intensitetin e tmerrit që do të përjetonin.
Ndërsa përpiqeshin të kontaktonin shpirtin dhe të qetësonin energjinë e keqe, gjërat u përkeqësuan pa pritmas dhe aktiviteti paranormal u bë shumë më i fuqishëm dhe i frikshëm. Drita u fik, objekte u lëvizën vet dhe zërat e çuditshëm mbushën dhomën. Pamjet e regjistruara tregojnë frikën dhe panikun e të gjithë atyre që ishin të pranishëm, duke i bërë ata të kuptojnë se ndonjëherë forcat e padukshme mund të jenë më të fuqishme se çdo ekspert. Kjo video u bë virale, lënë shikuesit me një ndjenjë të thellë frike dhe kurioziteti mbi atë çfarë ndodhi në të vërtetë. Kjo histori do të trondit. Një burr në një shtëpi të pushtuar nga forca demonike vendosi se nuk mund të duronte më. Pas javësh duke injoruar praninë e entitetit, duke menduar se përullësia do ta largonte atë, ai ndryshoi taktikat. Ai hapi të gjitha dyert dhe drytaret, pastaj filloi të recitonte lutje me zë të lartë, duke urdhëruar çdo shpirt negativ që të largohej në emër të Zotit. E gjithë shtëpia u mbush me erën e shërebelës së pjegur, ndërsa ai pastronte çdo qoshe me kujdes. Më pas shkoi të flinte, por nuk guxoi të rrezikonte. Vendosi një kamerë të vjetër Xbox Kinect në dhomën e gjumit, duke regjistruar natën në errësirë të plotë. Kur rishikoi pamjet, u tmerrua. Fytyra e djalit të tij, papritmas, u shndërrua në diçka jashtëzakonisht të frikshme, me shprehje dhe lëvizje të çuditshme. Ai ngriu nga tmerri duke parë transformimin e papritur, të cilin kamera e regjistroi qartë. Çdo detaj i veprimit të djalit, duke i panatyrshëm dhe i frikshëm, duke i lënë të dy, prindrit, të paftuar të reagojnë. Pamja ishte kaq e tmerrshme sa ajo që fillimisht dukej si fëmijë i zakonshëm, tani ishte një figurë që shkakton tmerr të menjëhershëm. Prindrit mbetën të ngrirë nga frika, duke parë çdo ndryshim të fytyrës dhe sjelljes, ndërsa shtëpia mbushur me aromën e shërebelës dhe errësirën e natës krijonte një atmosferë të pazakontë dhe të frikshme. Një burr me emrin Jordan Bowen po kalonte një ditë të zakonshme kur tha se po regjistronte një video në Snapchat për ta dërguar te një nga miqtë e tij dhe vuri re diçka shumë të çuditshme në skajin e syrit të tij. Duke rimarr videon dhe duke e ngadalsuar pak, mund të shihet ajo që duket si një lloj figure të zezë që lëviz shpejt mbi tokë, duke u dukur se kalon nga dera e djathtë drejt një dhome tjetër. Jordan duket i qetë dhe i përqendruar në atë moment, gjë që është mjaft befasuese, veçanërisht duke marrë parasysh errësirën e vendit ku ndodhej. Shumica e njerëzve me siguri do të ishin larguar duke bërtitur, dhe me të drejtë. Një shpjegim mund të jetë se kjo mund të jetë një hije e hedhur nga dikush ose diçka që lëviz jashtë kornizës, e zgjatur dhe e deformuar shkurt për shkak të ndriçimit të ulët dhe ekspozimit të kameras. Nga këndvështrimi një besimtari, ajo që e bën klipin shqetësues është sa kompakte dhe me qëllim duket figura, duke u zhvendosur nga një derë te tjetra, në vend që të zhduket ose të shndrohet. Figurat hije shpesh përshkruhen duke filluar të ulta dhe shpejt, duke krijuar një ndjesi të pasigurisë dhe tmerri për ata që i shikojnë. Një burr që punonte turnin e natës në një minier, mbeti i tronditur dhe i friksuar pasi pa shfaqjen e një figure të ngjashme me një pokong gjatë një stuhie të fortë. Sipas tij, shiu binte me intensitet dhe era përplaste degët e pemëve, kur papritur vuri re një siluet të bardhë pranë shkurreve, jo shumë larg vendit ku ndodhej. Ai qëndroi ngrirë për disa sekonda, duke u përpjekur të kuptonte nëse ajo që shihte ishte reale apo thjesht një iluzion i krijuar nga errësira dhe moti i keq. Kamera arriti të regjistrojë praninë e palëvizshme të asaj figure me zbimësisë, pranë pemëve, duke i sikur po e shikonte drejt në sy. Burri tregon se këto shfaqje ndodhin shpesh në zonën ku punon dhe se punëtorët e tjerë kanë përjetuar situata të ngjashme. Ai madje beson fort se njerëzit dhe këto qenie bashkëjetojnë në të njëjtin hapësirë, edhe pse jo gjithmonë mund t'i shohim. Shiko me vëmendje.
Kamerat e sigurisë të vitit 2021 kapën diçka që asnjë dëshmitar nuk priste ta shihte. Ishte ora 3 e mëngjesit, kur dy burra po pushonin në një pemë pranë një parkimi. Qetësia e natës u ndërpre kur njëri prej tyre, i veshur me një këmishë të kuqe, vuri re diçka të çuditshme në rrugë. Një motociklet po kalonte me shpejtësi normale, por pasagjeri i saj sfidonte çdo logjik. Një figurë mbështjell me copa të bardha, me kokën e varur përpara në një pozicion jo natyral, mbahej fort pas drejtuesit. Forma e saj nuk dukej njerëzore, por më tepër si një trup mortor që kishte marrë jetë në errësirë. Dëshmitari u mrit menjëherë, duke u përpjekur të kuptonte të pamundurën që sapo kishte parë. Pamjet e radhës vijnë nga subredditi UFO dhe u shpërndan nga një përdorues me emrin CDS725. Videoja u regjistrua në Trinity, Carolina e Veriut, më 7 gusht 2025, rreth orës 10:47 të mbrëmjes sipas kohës ST. Sipas informacionit të dhënë, ajo u filmua me një iPhone 16 Pro Max nga një burr i quajtur George. Thuhet se George ja dërgoi klipin përdoruesit të Redditit sepse e di se ai ka një interes të veçantë për fenomenin e UFO-ve. Pa humbur më shumë kohë, le të analizojmë atë që shfaqet në pamje. Edhe pse videoja zgjat vetëm 8 sekonda, ajo arrin të jetë mjaft intriguese. Në fillim, shihet një pikë vetme e bardhë në qiell, e cila qëndron pothuajse e palëvizshme për disa çaste, pa treguar ndonjë aktivitet të dukshëm. Papritur dhe pas një paralajmërim, kjo pikë përshpejton me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe largohet nga kuadri brenda një momenti. Reagimi i Georgit është plotësisht i kuptueshëm, pasi ajo që sapo pa nuk është diçka e zakonshme. Momente të tilla janë arsyeja pse disa njerëz besojnë se po përballen me diçka vërtet anormale. Shpejtësia e menjëhershme dhe ekstreme duket shumë përtej asaj që do të prisje nga një objekt i zakonshëm, veçanërisht duke marrë parasysh sa statik dukej më parë. Megjithatë, ka edhe skeptik. Disa sugjerojnë se klipi mund të jetë krijuar në mënyrë digjitale, edhe pse lëvizja duket e rrjedhshme dhe bindse, mungesa e kontekstit dhe kohëzgjatja e shkurtër lën hapësirë për dyshime. Pa më shumë informacion nga publikuesi, gjithçka mbetet e hapur për interpretim. Një përdorues interneti tregoi se gjatë fëmijërisë së tij përjetoi një moment që nuk arriti ta harronte kurrë. Ai kujton se një ditë, ndërsa shikonte televizor vetëm në shtëpi, u shfaq papritur një reklam që i shkaktoi një ndjenjë të fortë shqetësimi. Nuk kishte zëra të lartë, as pamje të dhunshme, por atmosfera ishte jashtëzakonisht e rëndë. Reklama ishte transmetuar shumë vite më parë në Kili dhe sipas kujtesës së tij, u shfaq mes programeve për fëmijë. Pamja tregonte një dhomë të heshtur, me një dritare të ndriçuar nga një dritë e zbehtë dhe e ftohtë. Gjatë gjithë videos nuk ndodhte asgjë e qartë, gjë që e bënte tensionin të rritej ngadalë. Fëmia ndjeu të ftohtë në trup, pa e kuptuar arsyen. Ishte sikur dikush po e vëzhgonte nga ana tjetër e ekranit. Me kalimin e viteve, kujtimi vazhdoi ta përndiqte. Ai vendosi ta ndajë historinë në internet për të gjetur nëse dikush tjetër e mbante mend të njëjtin metrazh. Shumë njerëz pohuan se e kishin parë, por pak mund ta përshkruanin saktë. Disa thanë se ndjenin ende ankth kur e kujtonin. Detaji më tronditës shfaqet kur vështrohet me kujdes xhami i dritares. Aty duket ajo që ngjan me një fytyrë skeletore, me sy plotësisht të errët dhe të funduar. Pamja zgjat vetëm disa sekonda, por mjafton për të lënë frikë të thellë. Nuk ekzistojnë arkiva zyrtare të reklamës. Disa mendojnë se ishte eksperimentale. Të tjerë besojnë se ajo figurë nuk duhej të ishte aty. Ndoshta ishte iluzion, ose ndoshta diçka tjetër vendosi të shfaqej për një çast. Një përdoruesi i YouTube me emrin Elektrikaman
ndau një video të shkurtër por shumë shqetësuese, që tregonte një aktivitet mjaft të pazakontë në një shtëpi që supozohet të ishte e shpjetësuar. Kur ai filmoi gjatë natës së vonë, u përball me një skenë të çuditshme. Në fund të shkallëve, mund të shihet një siluetë e vogël në lëvizje. Burri thotë se nuk e kishte vënë re derisa rishikoi regjistrimin. Për shkak të madhësisë së saj, duket si figura e një fëmije të vogël, por mbetet një mister i plot. Shumë shikues kanë spekuluar për natyrën e kësaj figure, duke sugjeruar se mund të jetë një hije, një iluzion i dritës, ose ndoshta diçka më e çuditshme dhe paranormale. Disa thonë se sjellja e siluetës është tepër e paqëndrueshme dhe nuk duket si një lëvizje natyrale, gjë që shton ndjesinë e frikës. Videoja e shkurtër ka nxitur shumë diskutime dhe komentet janë të ndara, duke lënë shikuesit të mendojnë për atë që kanë parë. Çfarë mendon ti se mund të jetë kjo? Një baba dhe i biri po ecnin në rrugë, kur diçka në një shtëpi të errët përtej rrugës tërhoqi vëmendjen e tyre. Në çadin e banesës së braktisur ishte një figurë e bardhë që nuk duhej të ishte aty. Entiteti kishte një formë të zgjatur dhe i qëndronte krejtësisht statik mbi çadin. Duke rritur ndriçimin e regjistrimit, mund të dallosh atë që duket si një figurë e mbështjellë me pëlhura të bardha, por pozicioni dhe sjellja e saj nuk korrespondojnë me asnjë njeri normal. Një punonjëse spitali ndante rregullisht punën e saj natë në morg përmes rrjeteve sociale, por kurrë nuk priste të kapte diçka kaq shqetësuese. Gjatë turnit të saj natë, ndërsa regjistronte rutinën, një objekt që duhej të qëndronte i palëvizshëm filloi të lëviz vetë. Një vegël pastrimi u lëviz ngadalë, sikur një dorë e padukshme ta manipulonte me kujdes për të mos bërë zhurmë. Lëvizja ishte aq e lehtë sa ajo nuk e vuri re në atë moment. Por kur rishikoi regjistrimin, realiteti e goditi si një grusht akulli. Çfarë force mund të lëvizë objekte pa lënë gjurmë? A ndoshta të vdekurit ruajnë lidhje me botën fizike? Një shofer kamioni ndalon qëllimisht dhe kthehet mrapsht përgjatë rrugës për të regjistruar një figurë që duket si një kuntillanak në skajin e rrugës që sapo ka kaluar. Ai vëzhgon me kujdes çdo detaj në video. Në pamje shfaqet shkurtimisht një figurë femërore e veshur me të bardha, me flokë të gjatë e palëvizshme në skajin e rrugës. Kur shoferi sheh atë që mendon se është një kuntillanak, dridhet nga frika, por megjithatë arrin ta regjistrojë. Pamja e figurës është e shpejtë por e qartë në video, duke krijuar një atmosferë frikësuese dhe të pazakontë. Shoferi mbetet i shqetësuar ndërsa regjistron skenën, duke ndier një kombinim frike dhe kurioziteti, ndërsa shikuesi mund të dallojë qartë konturet dhe siluetën e çuditshme të gruas në të bardha, e cila duket e palëvizshme dhe misterioze, duke lënë një ndjesi të thellë tmerri pas shikimit të videos. Duke dëgjuar zhurma të çuditshme nën shtratin e tij, një burr që jeton vetëm me qenin e tij, nxiton të kontrollojë se çfarë po ndodh, dhe kjo është ajo që gjen. Në video shihet qartë një figurë misterioze me fytyrë tmerruese. Papritmas, ndërsa burri inspekton vendin i shokuar dhe i friksuar, ai bërtet i kapur nga paniku dhe tmerri. Figura qëndron e palëvizshme, duke krijuar një ndjesi të thellë shqetësimi dhe frike. Pamja e kapur nga kamera është qartë e dukshme, duke treguar detaje të fytyrës së frikshme dhe trupit misterioz. Qeni qëndron pranë, i tensionuar, ndërsa burri përballet me këtë ngjarje të pazakontë dhe kërcënuese që duket e pamundur të shpjegohet.